shkallë. Përse, i ke qatë për që nisni me humbje? Patjetër që kërkon të mendem më shumë, por i tjilës futbollit, s'na bëllë që të edhe të apërnë. Profesor, niset mjaft mirë me një gol avantazh, patet besim se mund ta mbanin të rezultat. Nesër nisëm mirë, por goli pastaj që pësuam nuk ishte i evitueshëm. Ne këtë nesër 1-1, mas pjesës parë dhe pjesën e dytë mendoj që kemi mësuar nga gabimet tona. Edhe pësosh nga gabimet tuaja është e mërzitshme, sepse janë disa gjëra bazë që në zonat rrezikshme nuk mund të mbahet topi sepse është rrezik tek porta jote. Kështu që na vjen të keq se mendoj që për gabimet tona e dham dhe mundësi kundërshtare në ndryshoj. Për Tirana është me qendra e mbrojtjes, në fakt edhe vetë nëse ju ditë shumë punë për mirësuar në tre parë. Tani unë mendoj që nga mbrojtja fillon ndërtimi, pastaj vjen mes fush, nuk mund të fajsoj vetëm mbrojtjen ose ndonjë fakt tjetër, gjithçka është komplekse dhe në këtë kontekst ka ca ditë që ishin të pakta, shpresojmë që ditën e vijim të përmirësohemi dhe të paktën konfigurojmë dhe të gjejmë njerëz të duhur për të qenë pjesë e lojës. Është vetëm pjesë objektivi i Tiranës profesor tashmë? Apo luftoni për diçka tjetër? Ne jemi në pozicion shumë keq në renditje. Dhe kërkojmë dalim në ai pozicion. Kemi ndeshje kupe që kemi humbë 2-0, kështu që kërkosh tani objektivat kur ne jemi pas humbjes, objektivi jonë është të përmirësohemi, të rregullojmë disa gjëra që duhet me patjetër ti rregullojmë dhe më e rëndësishme është që të gjejmë njerëzit e duhur brenda kontingjentit, ata që luftojnë dhe japin maksimumin. Çfarë mendimi keni për arbitrin sot? Në karrierën time kam pas edhe shumë situata që kanë qenë më të këqija ose më të mira se sa marr kur me Albinin. Për mendimin tim, arbitrimi ka pas një notë pozitive. Profesor, ky rikthimi juaj tek Tirana, patjetër me një objektiv për të arritur Tiranën. Tani unë riktheva ke Tirana edhe pse ishte në pozicion jo komod, e kam bërë me gjithë dëshirë më të madhe. Kam besim që ne do të ta kalojmë këtë situatë dhe jam i vetëdijshëm që ka bërë zgjedhje me dëshirë dhe me emocion dhe me ndërgjegjje të pastër që do të bëjmë më të mirë. Duke qenë se ishte sot Shkodra përballë Vllaznisë, e shikoni Vllaznin pretendente mund të themi më të avantazhuar se skuadrat e tjera për titull? Vllaznia në atë pozicion që ka me merit, meriton respekt, kështu që për skuadrat e tjera pastaj. Kam shumë punë për të bërë me skuadrën time dhe për të menuar për skuadrën time dhe për kontingjentin që edhe pse nuk e kisha shumë të qartë ose se kur i shef nga brenda është tjetër gjë dhe kur i shef nga jashtë është tjetër gjë. Kështu që kam shumë punë për të menuar për skuadrën time dhe jo për kundërshtar. Ndeshja radhës për Tiranën? Në Kupës. Me Dinamo. Me fort. Kjo është e radhës. U ka atleta më gac. Objektiv për ta kaluar? Por thash pak më parë, ti vjen mas neshës vi këtu t'jap që ti kërkoj ty të jemi qetë, por topa time ka 200 mendime, ti më thumë objektiv dhe që me kalu Dinamo. Faleminderit.